Ju lutem ju që e gjeni këtë plak sa më shpejt me qunë shpinë e pleqve. Kështu shkru në atë letër. Kështu shkru në atë letër për këtë plak. Kështu nisim punë të këqia dhe kështu nis dalashtëke. Ani nashte vladiem se m'keni dan vet. Zemra nanës prapi ju do e keqja kur s'du me ju gje. Kemi ndëgju në raste, por besoni që kohën e fundit ato raste që ne kemi përcjell si gjërat pa mundshme dhe si krenaria jonë që neve nuk na takojnë, sot kemi fillu me ndëgju në mesin tonë. Që s'na ka hi as në aspektin fetar, as në aspektin kombëtar, as në aspektin tradicional. Me asë gjo nuk lidhen me neve këto sjellje e keqe ndaj prindërve tonë. Kemi fillu na me pa prind me shumë djeme, me shumë bia, që është i largum prej shpis, jeton vetë dikunt. Kemi fillu me pa prind musliman e shqiptar duke jetu në shtëpinë e pleqve, që me këtë jam habitu në vetë, që një ditë prej ditëve bisedisha me një shok tonë duke i thonë ta bëjmë një plan si që këjmë t'i vizitojmë pleqët jo musliman në për shtëpit e pleqve. Tha o hoqë t'u kanalë saati para 10 vjetëve. Tha në këto shtëpit pleqve që thu ti jo musliman me shku mi vizitun, dësha me tregu respektin e islamit që i ka ndaj njerit si njeri, asë gjo ma tepër. Tha këtu ka babalar dhe nona tona muslimane. U shtangova. Dhe ma tregu një rast tjetër që më shtangoj ala ma tepër, që më mërzit ala ma tepër o vlezër, që dy të ri e shofin një plak duke ndet në orët e vonta në një park. E shofin këta duke lujt, duke ndet si kur i riu kur del me lujt, me bo muhabet me shoshri, atë plakën të ankohës e shohin të ullt me një sejade, me një tepik të vogël kështu me ras. E tha kur erdhen orët e vonta të nbromjes, tha u mërzitëm dhe fillum me këshirë ndrysha atë plak dhe shkum dhe i tham, oj hal, a mos ki naj dert, mos ki naj telashe. Tha jo bil, s'kam kur gjo, më kalon djali jem këtu, biri jem. Tha me shumë krenari të i thonë djali jem, biri jem. Ka më ardhen edhe pak me marrë. Tha oj hal, shumë vonë është me ardhën me të marrë djali jatë, pikur je këto. Tha vjen o bir, më s'ki gajle, tha shkum u largum, vazhdum muhabetin. Apet ajo plaka po mbetet ati, e dikur pa prit mas po e shohim një letër. Po e shohim një letër në afërsi të asoj plake e cila nuk ishte vetëdishëm qka është e letër dhe të shakon e te. Tha, ka dali, tha, moj hal, hajna po të marmi me kërë, po të qëjmë ku dush, veç na kalzo ku je. Tha, e tjetëri shok e morë letrën në dorën e ti, kur po ishe diçka ka të shkrume në atë letër. Po shkru në atë letër, ju lutem ju që e gjeni këtë plak sa më shpejt me qunë shpinë e pleqve. Kështu shkru në atë letër. Kështu shkru në atë letër për këtë plak. Kështu nisim punë të këqia dhe kështu nis dalashtëke. Dhe kështu na e prej taloma e keqa sa jo që jemi shtash. Non e cila të kanë dzirë këtë dunjo. Kështu me abu, kështu mu silë me te, kështu mu gjindë me te. Raste dhe shemë që na kemi përmend të kalumën për jo besimtartë, si qudira, si kur me jetu ata njerës në honë, jo mbi tokë. E sot neve muslimanve kështu me larsë. E sot me pas me emra Hasan e Hysena Abdullana për shpite e pleqve, ku mos shumë ti satanat sa shtash kur s'kemi pas. Shpijat më mdoja se shtash kur si kemi pas. Aba kështu mu sjell, vallaj është vetëm mungesë e imanit dhe është lakmia e madhe për dunjo kur gjo ma tepër.